një postim më saktë që ka bërë ambasada amerikane ku thotë që disa antarë të gardës së Republikës janë marrë në SBA dhe po trajnohen. Antarët e gardës së Republikës mbrojnë prokurorët e SPAK-ut. Si e shikoni këtë lëvizje të Amerikës që po trajnon, po themi, gardistë që mbrojnë prokurorët e SPAK-ut? Pra pritet në një lëvizje më e fortë në Shqipëri që po trajnon gardistët? Tani, më urshu gjithë bota me më thanë një gjë, unë nuk ja besoj për faktin se pritës nuk i shpëton asnjëri. Tani, unë nuk mund vi të godas ty nëse ti nuk më ke rënë qafë. Por nuk do thotë që ti si prokuror më ke rënë qafë mu se po më heton. Aja është detyra ma patriotike dhe çdo shqiptar e din që prokurori nuk shkon në ekstrem asnjëherë. Pra, ai heton dhe aftësia dhe profesionalizmi i tij është që të hetojnë sa më shumë, gjejnë prova sa më të mëdha dhe sa më të mundshme. Por nuk besoj që ka dalë një person sot që ti thotë mos me heto, mos ndjek mrapa, sepse prokurori atë punë ka. Nuk ka asnjë punë tjetër, vetëm për të hetu palët. Dhe sa më shumë prova që të mbledhin prokurori, as më shumë e krijon binjen për të shkuar në gjykat për të marrë një masë të cilën ai e mendon dhe e konsideron të nevojë. Por asnjëherë nuk e dim në Shqipëri që mund të kenë shku në ekstrem asnjë prokuror ose asnjë gjyqtar. Në qoftë se e ke marshin e dënimit nga 10-20, asnjëherë nuk të ka dhënë 20, të ka dhënë 15, 16, 17, por 20 që s'ta ka dhënë. Pra atjena, pse duhet i bie në kushën qafë prokurorit për një veprim të cilin e ka mrena kornizë ligjore dhe nuk i bjen askush. Tani nëse kanë marrë me stërvit ose me marrë bodyguard, tani sot nëse ka popull ma inteligjent se shqiptarin, as i vend në botë nuk e ka. Dhe nëse ka ma që i japin jetën kur është e nevojshme, si shqiptar, si bodyguard shqiptar nuk ka asnjë më të zellshëm. Por kur personi i vend pritën dhe ndan menen me vra, nuk e pyet fare, ti je me 20.000 vet. Këto fakte janë treguar dhe janë pa në çdo rast në Shqipëri. Kur e ke da menen, ne kemi rastet e gjyqit të Fierit, ke rastin e Tiranës, rastin që thotë o zotëri, në sallë gjyqit ka thënë, unë do të dal prej burgut. Aty ku më ke dëmtu, do të dëmtoj. Në aty në atë vend, ashtu ka ndodhur. Po çka ka bën ky shtet nëse do ishte? Asgjë. Pra, nuk e na lën dot kush pritën. Prita metet prit. Dhe ti trajnojnë sa don dhe thonë sa don që i trajnome, por nuk është se munden që nëpërmjet trajnimit po ruajnë prokurorët e gjyqtarët. Nuk është ai prokuror, është tjetri. Sa është tjetri, është tjetri. Ec përpara, nuk është se do ruajnë prokurorin mos ta vrasin sepse do ngrihen akuza për njërin apo tjetrin. Nuk ka arsyetim ky. Edhe ai që e ka menu për me këtë formë, e ka krejtësisht gabuar. Sepse nuk ruhet krimi me këto forma. Avokat, po pse kjo lëvizje? Pra pse i kanë marrë gardistët dhe i kanë çuar në SBA për trajnim? Çfarë po mendon Amerika? Po nuk është më këto janë supozime për mua, janë supozime që s'kan një bazë ligjore. Po merr bodyguard tani për mua, nëse don që funi i funit të njerëzve të shkolluar janë policia private, bodyguardat edhe roje policëroje që janë në roje të objekteve. Këto janë funi të shtresës. Ati çfarë dush bani ashtu ngel. Edhe i bodyguard çfarë dush bani, mësoj 100.000 teknika, nuk kur do me të vra, ata vran kryeministrin në Serbi, në mes të qytetit, po kush e na lën vrasjen? Të janë gjitha muhabete që me tensionu situatën kot. Se janë prokuror. Po çfarë fajt ka prokurori? Do ta ruajnë prokurorin. Po kush e ruan prokurorin kur e do me vras kush? A është një mesazh që nesër pas nesër, siç është pezulluar Balluku, mund pezullohet edhe kryeministri? Më mund pezullohet, po unë po them që nuk ka bazë ligjore për pezullim. Nuk ekziston. Ti mund ta shkatrosh shtetin fare mirë, mund të bësh çfarë dush me shtetin, por nuk ka bazë ligjore.
mungon baza ligjore, mungon kushtetuta për kryer këto veprime. Nuk mundet një prokuror të zgjidhë qeverinë, po çfarë sensi ka kjo? Nuk jeti burrë i mirë ti kryeministër, do të cakton një tjetër se ky s'na duhet gjatë. Sa shajtut a kriminal. Po ku funksionon ma? Funksionon ku? As në vitet e 30 që kanë qenë nuk funksionon kjo gjë. Si mund të thush ti, personat kryeministin? Kush? Një prokuror i kujt të qoftë. A u bën gjithë ajo akuzat për shpinë e Verrët. Ai prokurori Dik Martina, çfarë ishte? Çfarë do bëjnë ai me rrezu qeveri? Po jo, nuk funksionon. Pra, ky është mentaliteti dhe interpretimi i gazetarëve në Shqipëri që ngatrojnë dynjan me këtë situatë. Avokat, çfarë ndodh nëse gjykata kushtetuese thotë që pezullimi është i drejtë? Tani, në qoftë se thotë gjykata kushtetuese çdo gjykatë në botë. Qose gjykata kushtetuese nuk del me i këtë që pa të mund, atëherë duhet me marrë malet, jo fushat ma. Qose gjykata kushtetuese nuk thotë që veprimi i prokurorit është në kundërshtim në pa bazë ligjore për pasaportën, dhe për pezullimin. Ka sa dush mekanizma tjera. Ka sa të dush zotri, hetoje çështjen, mbyllë çështjen për 1 muaj, 2 muaj ti provat i ke. Çoje në gjyq, dënoje, çfarë do të bëjmë pastaj? Po nuk donda, janë të implikuar edhe këta me këtë situatë. Dhe nuk ka asnjë arsye tjetër. Ti je mund prokuror tani, e hetoj çështjen, s'kam nevojë fare mas, çam duhet masa, po mi ku ajo? Ti shkon siç ke marr këto, shkon me rrezita provat në të gjitha institucionet, se maksimumi 3 ditash, ngarkon gjithë punojës të BG-s, majnë dispozicion ministrin mos dalë as i dosje, kryej veprimet, mbledh dosjet, shkon, shpejt ban hetimet, ikën gjyq dhe ndonjë pse do bëjnë gjithë këtë rëmuj kot, pa të pezulloj, pa të çaj, pa të marrë arrest shtëpie, pa të fosën burg, pa hajde 2 një paraqitje, janë gjitha interpretime për menimin tim të pa mbështetuna as në ligj, as në njerëzjellëk. Nuk ka asnjë arsye që të merret kjo mas qoftë për atë, qoftë edhe për një drejtë, po ti ke interes me lan të lirë, se vetëm aty kur është i lirë zbulon provat. Avokat, pra sipas jush Spaku po bën show pasi ka 2 vjet që ai ka si çështje, për 2 vjet Spaku mund të kishte mbledhur gjitha provat dhe tani mund të ishim në fazë, po themi gjyqi, s'kishte nevojë që të merrej me masa, me detyrim paraqitje, me pezullim nga detyra. Pra duhet të ishte më konkrete që të eliminojë gjithë kjo shfaqje. Kjo është ideja jote. Po kjo është shfaqje e inskenume në bashkëpunim me qeverinë shqiptare për menimin tim. Sepse po dush me hetu, nuk e nevojë fare me diskutu me askën. Pse do ja japin gazetarit, pa themi prokurori, një hetim të tillë. Por ne këtu, pra nga që nuk kemi prova për me mbledh, dhe nollë në Shqipëri që përpara të arrestojnë, që nëpërmjet arrestimit të mbledhin prova, nollë një gjë në Shqipëri që s'nollë as i vend në botë. Ma thuj një vend në Amerikë që dikush pra arrestohet pa prova? Kam dyshime, po s'qëllë do në dyshimet, mu s'mi interesoj dyshimet, mu më intereson prova. Ti ke tëra mundësit, si prokurori, si Spak, me mbledh të prova. Në momentin që i ke mbledh, ke bë analizën dhe ke arrit një konkluzion që personi duhet dënuar. Ngrit akuzën, njofton akuzën, shkon gjyq me 10 ditë, 15 ditë. Dhe s'ke nevojë fare me diskutu, jo du me të kap. Ai thuhet kuj, një gjë se du me të kap, Du me të kap, po ti më shef provat, ku më shef provat? Te ministria. Pra ti edhe e paralajmëron se ku do më shef provat, dhe i thu shko fshehi këto prova se do të zë, e kupton pra, është nonsens. Por ama, ne e zdim të shkret shqiptar dhe bëjmë këtej, në mënyrë që qa po bëhet? Spaku burri mirë, Spaku. Po qa lidhje ka, do me bëhet hetimin, e ban hetimin dhe veç në zjerë ditën e funit, zjerë urdhrin e nalimit edhe marrë punë. Avokat, kur thoni që Spaku po themi po inskanon me qeverinë, keni parasysh edhe kryeministin Rama, pra mund të jetë një lloj marrëveshje e heshtur me Spaku dhe kreu të qeverisë? Kryeministin Rama as nuk arrestojnë as Spaku, as një përveç mekanizmave të Amerikës, në qoftë se ajo ka domenën për të kryer një veprim, i ku e punë është masë e sigurt që arrestohet.
Arrestohet, por arrestohet pasi të bëhen gjitha hetimet edhe pasi të bëhen mas 4 vjeç, si thonë, që mund të Pasi mbaron mandati. Pasi mbaron mandati. Po të arrestosh një kryeministër, do të arrestosh në flagrancë. Cila flagrancë e kryeministrit? Ka një flagrancë? Qofse ec me makinë dhe ka zoni njeri, edhe aty është do rregullohen, se do i thonë atij tjetri që na fale, na bane nafte, pra do pajtohen. Pra nuk ka as edhe një sens që të çohet një prokuror dhe të thonë që rrezullimin nga detyra të kryeministrit. Se një do jashtë, pse ka shku deri te zëvendës kryeministri, ka shku me pretendimin të ministrit, sepse zëvendës kryeministri nesër nëse Rama nuk ka në Shqipëri, do delegojnë zëvendës kryeministri. Dhe zëvendës kryeministri është kryeministri i Shqipërisë për një kohë sa ka delegimin që kryeministri nuk ka në Shqipëri. Ata e kanë bën një soi prove për ta realizuar në gjë, po është e pamundur dhe por që mund të arrestohet edhe Balluku pa marrëveshje të Edi Ramës nuk ka sens, nuk shkon. Nuk janë gjithë këta gazetarë që marrin rrogën, nuk janë gazetarë. Marrin rrogën si gazetarë. A je i zotit ti evidentosh gazetarët në Shqipëri, jo të futsh emra gazetarë, se janë femna të bukura dhe hajde puno gazetare, merri rrogë si gazetare. Këto kanë ndodhur në Shqipëri dhe ndodhin dhe kanë për të ndodhur. Po flasim për gazetarë që kanë vite në punë, kanë mbi 30 vjet eksperiencë. Dakor, mund të kesh vite, po tani në qoftë se ti do ta dish edhe opinionin e popullit për Artan Hoxhën, ose për këto gazetar këtu, ta bëjnë në majet gishtave dhe ta gjejnë se çfarë gazetari është, ku janë interesat e tyre dhe pse janë. Pra qoftë Artan Hoxha, qoftë ai gazetari tjetër, qoftë tjetra, pra janë vënë në shërbim sa herë të bandave kriminale në Shqipëri. Për lehtë e tyre që kanë marrë. Të se dim apo pra, po e dim, por nuk ka nevojë fare, nuk ka bë hetim kush, pra ne nuk e dini. Se të kishin bë hetime, do delnin. Cili gazetar mund shkoj me hy, ashtu si pretendohet ta që fola me këtë, bani këtë, e merr vesh ma par gazetari se do vritet filani, dhe atë kam thënë se do vritet. Pra në këto momente, duhet mendoj mirë që SPAK-u, ose institucionet e ligjit, duhet të hetojnë të çështje. Ku i more vesh më dha, ishe palë. Ti mos ke shku për spionu, si gazetar, ke shku atje, ke pa spionazhin aty, i ke thënë ati do të shkoj me taku, kur ke shku me taku i ke identifiku, ka sa dush rast e kësaj natyre. Kështu punojnë gjithë bota, jo vetëm Shqipëria. Nërsa, për sa i përket për mua, nëse do mendimin tim personal, edhe për këtë rast, dikush pra janë prek interesat e dikuj, po këto interesa janë prek kundrejt pagesave, nuk janë prek pa pagesë. Çka do thotë që ti ke cenu për interesat tuaja ekonomike, ke cenu interesat e një shteti. Pavarësisht a Greku, a Kinezia, a Afganistani, a kush do të jetë, nuk ka rëndësi. Mos kujto se kot funksionon. Shteti më i mbaruar në Shqipëri, në botë jemi ne. Nuk ekziston shtet tjetër në Ballkan. Më i mbaruar se ne. Jam shumë dakord me ty te pjesa që mund të ketë prekur interesat e shtetit grek. Dhe pyetja ime ishte, po disa personazhe në Shqipëri që prekin interesat e shtetit shqiptar, që mbrojnë interesat e Greqisë, pse shteti shqiptar nuk merr masa ndaj këtyre, se kemi shumë persona që dalin në media dhe flasin pro Greqisë, siç mund të ketë bërë Artan Hoxha që ka folur kundër Greqisë. Po pse po e diskuton në këtë formë? Diskutoje shtruar, avash. Që, pra, nëse nuk kanë interesa, këta nuk bajnë asgjë. Kur kanë interesa, shpikun dhe flasin gjithë çfarë dush. Pra, atëherë, a quhet gazetar ai? Kjo është një pyetje që po ta bëj unë ty. A quhet gazetar ai apo jo? Jo, shiko, unë po të bëj një pyetje tjetër, që mos ngatrohemi. Unë po të flas. Në Shqipëri, siç ti thua që Artan Hoxha ka prekur interesa, që prandaj ka ndodhur kjo. Në Shqipëri ka persona, individ të cilët mbrojnë nga mëngjesi deri në darkë Greqinë, dhe shteti shqiptar nuk merr asnjë mas për t'i shpallë non grata. Dhe shteti shqiptar pse nuk non grata, më është edhe i herë, prandaj thash interpretimi i kësaj situate. Çfarë do thot more në mbrojtje shtetin grek, apo
kryve ca veprime në kundërshtim me interesat e shtetit grek. Po pra, për Tani, shembull, në për shembull qoftë se Artan ne Hoxha, themi, po dakord, po kush do merrte masa për Shqipëria? jo, po Artan Hoxha për shembull ka qenë një ndër zëra që ka qenë kundër Fredi Belerit. Po, Dhe ndoshta unë jam pro Fredi Belerit. Ta them unë, pse? Sepse ishte në skenim. Gjitha jo ishte në skenim. Tani, ma thuj mu, jam unë me grek tash si mas të jetë. Jo, më Jo. zotëri. Pra, nuk funksionon ligji, nuk funksionon asgjë në Shqipëri. Pra, gjitha veprimet e kryer me kryetarin e bashkisë në Himar, ishin të skenuar nga policia e shtetit. Ta jap me 100%, ta lën ku do të fusin hetime sa herë të do, e ke 100% këtë që po të thamon. Tani të më thonë mu që ti je pro grekëve. Jo, më zotëri, s'jam pro grekëve, as jam për ligjet. Dhe në qoftë se ti duhet me nësh mirë, kur ke një ligj të pa shfuqizum me shtetin grek, nuk mund të pash gjëna si mas shefit dhe dëshirës tane. Pra, ti ke ala se më ligjin e avokat, kur luftës. ke një ligj lufte, nuk mund ta mbrosh Shqipërinë kundër Greqisë? Po si do ta me luftë, me armë? Jo me luftë, ta mbrosh me mendime. Qofse ti Po cili është veprimi që ka bë Artan Hoxha që Greku ka shpall? A mund të ma thot kush? një ndër veprimet është një që ka denoncuar, po themi Fredi Beleri në masakrën që ka ndodhur në Peshkëpi, për shembull. Po çlidhje, po pikërisht po kjo është prandaj po them që edhe gjithë po them 50% e shqiptarëve më thonë tash, a doni me marr në shtetësi greke, a doni shqiptare, po ta jap 100% që të gjithë largohen nga Shqipëria me këtë qeveri, me këtë ignorancë që ka me Shqipëri. Atjera janë grek ta janë hallëxhi, më zotëri, nuk janë grek. Nërsa ngjarja që ka ndodhur në Peshkëpi të atyne, është një ngjarje që kishe interesa, aty i ka marrë të gjithë së bashku, aty ti e din që janë vra, sa vetë janë vra në atë zonë. Pikërisht. Po, pikërisht po, kush i vrau? Kanë hyrë grek me armë në Shqipëri. E ku është Shqipëria? Po këto Ku po janë them pra. kushtarët e Shqipërisë? Po Këto ku po janë them. në Shqipëria? Po vjen Këto po tjetër them. të vretë në Shqipëri, edhe ti nuk bën asgjë gjë. Shteti pra, ku është shteti? Këto po them dhe unë. Po pikërisht po se s'ka shtet. S'ka shtet dhe nuk i mërën. E din një gjë më të fortë, po ta them që ta kuptojnë gjithë shqiptarët. Para disa vitesh, pra marokent në Itali ishin të mbrojtur nga shteti i tyre. Kush është shteti marokent e kush është shteti shqiptar? Për shqiptarët asnjë nuk bëte asnjë veprim. I merrin shqiptar në përkam në Itali në atë kohë. Dhe thonin, sa po ndodhte një ngjarje, thonin, hajtë se mundet ishte shqiptar. I vetmi gazetar që ishte ai Zgarbi në atë kohë, që mbrojti shqiptar dhe tha mos i akuzoni shqiptar për këtë gjë, sepse ju thoni mundet të jetë shqiptar dhe ka ndalë gjithmonë italian. Pra as edhe një herë nuk ka në vërtet thënia e tyre. Ndërsa në Shqipëri nuk të mbron që shteti shqiptar s'mban ty ose s'mban mu këtu. Në përzyra, në për kështu. Shteti shqiptar është shteti më grabiçar në botë, vetëm me vu taksa, me të marr lek, edhe ku jam në botë që shtetit luftojnë me biznesmenët. Ma thuj një vend në botë që biznesmeni është personi që marr shtetin kam. Dhe ai e lufton në Shqipëri. E lufton me një mënyrë apo me një tjetër. O më ja marr lek me rrugë pista, që me paguaj 20% qatë për ndërtime, pallate e gjana të tjera, ose me i rrit taksat e me e gjobit. Siç ja bani News24-s, nëse e keni parasysh, që vetëm se nuk donte që ta kishte kundërshtar, gjoba e tana më të zezat. Pra, këti mund t'i themi shtet. Kur nuk mund t'i themi shtet. Pikërisht, dolëm aty ku thash dhe unë, që si ka mundësi që shteti nuk mbron interesat e veta. Pra, nuk është faji se të vetat, po jo të Artan Hoxhës. Shteti nuk mbron interesat e gazetarëve që flasin budalliqe nga nëse gazetari në një moment caktuar, s'po flasim për emra, le të kalojmë nga emrat, në një moment caktuar mbron shtetin shqiptar kundër një mendimi që ka një shtet fqin, sidomos Greqia ose Serbia ose ku di unë. Pra, duhet ta mbroj shteti shqiptar këtë gazetarin, ose një individ tjetër që të thotë të ketë një deklaratë. Do isha shumë dakord ashtu që thuti, po nuk është ashtu krejtësisht që thua ti. Por është që shteti shqiptar dhe çdo vend botë janë të ndara
situatat dhe kush e mbron shtetin dhe kush bën analizën e shtetit. Pra, a do ta bëjnë politika apo gazetarët? Jemi këtu në pikën kyçe. Pra, a mundet që një gazetar të bëjnë politikën e shtetit shqiptar? Është shumë e vështirë, se nuk ka sens, del jashtë vetes. Ai mund të nxjerrin fakte, prova, të cilat i bën publike në qoftë se, por jo se mundet me marrë shtetin mbrojtje këtë që bën veprime të natyrës gazetareske interesante, ose me interesa ekonomike. Dhe si mund bëhet palë shteti me një gazetar, po marrim një shembull, që bëhet që jep një informacion ose nxjerr disa dallana në kundërshtim me interesat dhe të pabazuara dhe për interesa ekonomike. Atëherë na ç'a mund thonë, mund t'i dalin zot shteti shqiptar këtij personit? Jo, s'ka si, se s'mund bëhet palë me te. Në qovë se shteti shqiptar e ka hetu që këto diskutime të këtij gazetari duhet pjetra dhe shkolla, dreqe e biri, s'ka rëndësi. Bëhet për interesa ekonomike, çdo shteti më u përzin me këto punë. Shteti për të duhet marrin masa, duhet hapi një proces penal edhe për Artan Hoxhën, edhe për Nduë Pjetrën, edhe për X-in e Y-in, për me hetu o zotëri, ti po flet do budalliqe ose të vërteta. A ka mundësi të i sjell ashtu? Se nesër do përballna me shtetin tjetër për këto forma, me sill dokumentat, me ku je bazuti për këtë, që ne ti kemi dhe ne ti jemi të mbrojtje tane, çose është e nevojshme. Po jo të dalin shtetin mbrojtje të gazetarit, kur ai bën këto veprime të kundërligjshme. Në djenin tim Artan Hoxha dosin ka publikuar avokat. Nuk e di fare, unë tham duhet kem, unë arsyeja pse shteti i tjetër, komshi, cili do t'jetë, Malizi, Maqedonia, Greqia, kush do që t'jetë, nuk ka rëndësi, por ama për të ba një veprim që të hahet një gazetar me një shtet, më duket nonsens. Cili është interesi që ai e bën? Ma thuj një gazetar që mund të bëjë një veprim të tillë patriotik të kësaj natyre, kurrën e kurrës, sepse çyn mjes që del drita deri në darkë, në Shqipëri vetëm shpifin, vetëm flasin budalliqe, japin informacione nga më të ndryshme, rrena, mashtrime, në mënyrë që të marrin lekë qytetarëve ose personave që janë të interesuar.